Ajo vot popullore. Vot popullore vë zgjedhjet parlamentare. Nuk ka vot popullore. Unë me guni argument. Qytetarët dhe qytetarët e Republikës së Kosovës kanë vendosur në nivel vendi që për asamblesë mas shumë ti me u besu njerëzve të PDK-s. Notën e mirë A zoti. din ti që ka votues Mitrovici e ka votuar Arjan Tahirin edhe e don shumë Albin Kurtin? A e din? Po këtë nuk Jo nuk e di këto. E çush Se di këto. Procedura hipotetike nuk përgjigjna. A pyetje hipotetike. Ato janë tua. Kusht konvenon Çka konvenon? Po se di ç'është. E po shumë po, që se di. Asu s'pe kuptoj. Po më ta dëgjojnë dhe funksionarin, Po që ata nuk mundesh mi grumbullu. Po s'është më të thonë ku gjove të pëllaj me kruën kot. Jo është grumbullu se këtë nuk është mbledh vota për kandidat për kryetor. Këto mbledh vota për asamble dhe vota për asamble vot e partisë politike. Ata që i besojnë i Prizrenit, a ka votu për një asambles, në Prizren a ka votu për një asambles. Ku votuan asambleista, është partia politike. O Krenar, se në 2021, a ka me funksionu për interesat Prizrenit a për interesat Drenosit? Jo, kjo është... Krenar, se në 2021 lëvizjave të vendosje, e kishte nxjerrë një grafik të ngjashme sa atëherë kishte dalë partia më shumë. Vota popullore. Dhe kishte thënë që vota jonë popullore, vota në nivel Kosovë, në zgjedhje nacionale, lokale, neve na bën fitimtar. Pse është çaq mëkat? Që unë sot e marr votën popullore dhe e shpërndaj dhe pse ka bëu propagandë? A dim pse? Se i thëshin ti ke hub, se ti fitove zgjedhjet 50%. Mirë, kush ka humbur çdo zgjedhje lokale? Kush ka fituar? Një pyetje kam. Zonë dhe zotëri. Ju lutem, vëmendjet e jashtëzakonshme. E kam pyetjen, besoj milion që për Krenar Shalën. Kush fitoi mbrëm? Zgjedhje parlamentare në 2021 ka fituar. Kush fitoi mbrëm? Kush ka fituar mbrëm? Zgjedhjet lokale në 2021 prap ka fituar. Se i ka fituar 4 komuna. Nuk i ka pas 4 komuna, po i ka pas sa i ka pas? 2? Qëta besoj asë Albin Kurti s'besoj? Jo, po qashtu matët. Oke, mbrëm kush ka fitu? Mbrëm, cila parti ka fitu? Nuk është korrekte me dhomë përgjigje me thonë kjo ka fitu. Sepse nuk e di sa komuna janë, po më duket janë 20 komuna që kanë me shku në balotash. 17, okej. Edhe nuk dihet kush çka ka me ndodh, po potencialin më të madh për fitore e ka vetvendosja, humbsja më e madhe potenciali është PDK-ja. E ka humb Drenosin edhe mund të më humb Kaçanikun, 2 bastionet kryesore të partisë saj. Po kupton? Po fuzli pse po fryn ashtu Arben. Se ka humb Drenosin ai votosi i dren era administrator se votosi PDK. Ai shkruan në leftim. Ai shkruan në balotash. Fal, lutem, bëj një sekond. Ai shkruan në leftim. Kaçanik balotash. Lutem. Për kryetora fjola, s'kem nuk për asambleista. Vushtri. PDK-ja në Mitrovicu ko pa balotash me Bedre Omzën nuk është me balotash tash, pavarësisht që Arjan Tahiri është ko përparësi në balotash. 2. Prizren ka qenë e ka qenë balotash. Mirë përva 5 balotash, nuk është i fort. Kaçaniku ko pa balotash, e ka shku në balotash. Në Drenas, me nëj pak që bohur PDK-ja me Ramiz Ladrovcin, e ka mujt pra ish antari vetë. Pra, do të me qenë korrekt në analizë për kryetar. Pra, asambleista që ndrojnë faktet, s'ki qa thu Krenar. Pra, në blerimit që nuk është vetvendosja që ka fitu për asamblejës dhe vota popullore nuk ka shku për vetvendosja. Me potencial, se balotaji ka me ndryshu këtë gjendje. 189, e so ke atje e tretë. Prap, që shtu pinë mrena? Prapi numëron që 188. Prapi numëron, Kosova e ka një komuna të ato që e tha Halile, qytetori atë në logje, nuk ja ka besuar. Vota e përgjithshme se njerëzit nuk votojnë njësin zgjedhje lokale se zgjedhje parlamentare. A e dini ju që ka njerëz që e bën atë kurtin edhe ka votuar Arjan Tahiri. A e dini? Sa ka marrë PDK, sa ka marrë PDK, sa ka marrë PDK. Dhe ka votuar Arjan Tahiri. Vremi gjia për despo. A e dini që ka njerëz që e bën atë kurtin edhe ka votuar për parim.